Mandej se cila grup mosh ndikohet nga gjithë çka që i vije në ofertë. Teknologjia, muzika, filmat, qasja në aplikacione pa limit, komunikimi i pa kontrolluar i prindve. Të gjitha këto formsojnë një karakter, një individ, një tru të pandryshueshëm në të ardhmen, sepse në krejt proceset që i përmendëm deri tash, edhe nëse e përmirëson, edhe nëse nuk e bën më, ajo ka gjurmë brenda, ajo lë elementet të veta brenda saj, dhe ne jemi duke u ballafaqu me probleme shumë serioze, me fëmijë që për model kanë muzikën dhe muzikantët e tillë, aktorët e tillë, ndoshta edhe tiktokerët e tillë, youtuberët e tillë. Pa të qenë një studim që është bërë, cili është profesioni yt i ardhmës, rreth 80% të fëmijëve në përshkollat në Kosovë u patën përgjigj të intervistuarve kanë fjalën që do të bëhen youtuber, do të bëhen komunikues i elementeve në media sociale, që do të thotë është problem shumë serioz. Tepër, A ka ndiku një faktor i tretë, më shumë se sa prindrit edhe rreth. Komunikuesi të shkafit në TikTok. As ide nuk e kanë. Ata veç e kanë mendimin me dalë para një ekrani, me fol pa kontroll, çka ti teket, me bë lëvizje edhe shtazarake për me e marrë vëmendjen, sepse ata që nga momenti kur kanë fillu zhvillimin e personalitetit tyre janë ballafaqur me pamje të tilla. Rrit nuk kanë faj fëmijët. Jo, normal, ta më puna, jo, veç atë. Ai i pëlqen ajo që ka pa më së shpeshi. Truri gjithmonë ka fillu një fushat, të themi, kundër teknologjisë, teknologjia e dëmshme, shkojnë i ndalin përdorimin e saj, limitojnë, e ku ta diun. Për shembull, para 2 dite në mos gabofsha, Australia ka ndalu përdorimin vetëm të rrjeteve sociale në moshën 18 vjeçare. Që do të thotë ti limito çka përdor ai, jo ta lësh mbrapa zhvillimit të gjeneratës së vet, për shembull, kur krejt gjenerata përdorin inteligjencë artificiale për dizajne, për elemente të tjera, ky të kap laps të ngjyros, apo ku ta diun ta bëjnë në mënyrën më primitive të mundshme. E bën edhe atë për me zhvillu trurin, t'i jepja si aktivitet shtesë për zhvillim të neuroplasticitetit, edhe për zhvillim të përqëndrimit, po jo ta lësh mbrapa dhe pastaj të krijosh problem të ri, të ndihet inferior krahas zhvillimit të kohës. Po, normal. Ai duhet të jetë i ballafaquar, vetëm se duhet kemi kujdes. Truri nuk është i programuar për afat të gjatë kohor të nënshtrohet teknologjisë dhe të përmbajtjeve të përsëritshme dhe të përmbajtjeve të gjata. Kërkon fragmentim. Më shkurt, më pak. 1 orë telefon, 3 orë pushim. Për shembull, preferohet edhe para mësimit, para se me fillu mësimi, 1 orë të paktën të mos preket teknologjia.